أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل falendrojmë من vetëm prej Tij kërkojmë paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, Allahu t'i jemi falendëruar që na ka udhëzuar në Islam dhe na ka begatuar me këtë mirësi të madhe, e pasaj po ashtu edhe na ka udhëzuar në rrugën e më të dashurit ton, pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e cila është begatia më e madhe pas udhëzimit në Islam. Pa ndjek rrugën e tij, askush nuk mund të shpëtoj. Dietarët e Ahlus Sunnetit, dietarët e brezave të parë, e kanë përmend një fjalë, kanë thënë se Allah Azza wa Jall nuk e pranon një jetin thjesht pa gjuhë, pa fjalë. Pastaj nuk I pranon fjalët pa vepër. Dhe pastaj ka thënë këtë trija Allah Azza wa Jall nuk I pranon pa qenë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe këtu e kuptojmë rëndësinë e kësaj që suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka e thjeshtë e cila mund të nënvlerësohet dhe të lihet anash, sepse ajo është pjesa e dytë e shahadetit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Dhe nëse e lajmë këtë, atëherë e kena marrë gjysmë shahadeti. Dhe njënën pjesë të shahadetit e kemi realizuar në thonjza, pjesën tjetër e kemi përgënjeshtruar. Po ky shahadet nuk pranon që gjysma e tij të praktikohet ose të punohet me ta, gjysma tjetër të lihet anash. Dhe është e patjetërsueshme që dy pjesë të shahadetit të bashkohen. Sepse deklarata e parë se dëshmojmë që vetëm Allahun e adhurojmë, ajo përmban edhe dytën. Pasi që vetë ky Zot, vetë Allah Azza wa Jall që ka zbrit Kur'anin, në këtë libër na urdhëron që ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E momentin që nuk e ndjekim rrugën e tij dhe sunetin e tij, atëherë e kemi përgënjeshtruar pjesën e dytë të shahadetit e para, po edhe e kemi përgënjeshtruar vetë Allahun Azza wa Jall, e që prishet komplet shahadeti. Prandaj edhe njeriu duhet t'i kushtoj kësaj rëndësi të madhe që të mos I humben dhe t'i shkatërrohen veprat e tij për në botën tjetër. Dhe mënyra më e mirë për ta mësuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është drejt për drejt duke mësuar jetën e tij. Prandaj edhe jemi duke u munduar me mësuar biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndodhit që ka ndodhur gjatë jetës së tij. Në takimin e kaluar kemi fol për ndodhit se si fisi Thaqif e pranoi Islamin dhe si shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam delegacioni I tyre dhe çfarë ndodhi deri sa populli I tyre I tëri u bë musliman. Sot do të flasim, do të para se me fillu në këtë vazhd kapitujsh, kemi përmend se pas Tebukut ndodhen shumë takime me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga delegacione të ndryshme, sepse e panë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij janë forcu dhe janë bë faktor në sivildhesën arabe. Prandaj shumë prej tyre shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'ia u dhënë besën. Ashtu vepruan edhe fisi delegacioni I Darijinve. Do thotë një prej fisëve të arabëve. Dhe në mesin e Darijinve ka qenë edhe Temim ibn Aus ad-Dari, së bashku me vllaun e tij Nuaimin, ku kanë ardhur në një delegacion prej 10 personash te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse këto më herët kanë qenë në fenë të krishterë, po janë bë musliman pastaj dhe
do thot e kanë dëshmu islamin e tënve. Ky fis ka jetu në trojet e Palestinës së sotme. Do thot kanë jetu në trojet e Palestinës së sotme. Dhe gjatë kohës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kthehej prej Tebukut, kanë shkuar dhe e kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve tregon Fatima binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, thot e dëgjova thirrsin ose muezinin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të i thirr njerëzit as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, e cila thirrje ka qenë e njohur tek sahabët në Medinë kur ka desht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bu për në rast të caktuar. Do thot nuk ka qenë namazi xumas, nuk ka qenë namaz farz i mesin e 5 namazeve të ditës, por ka qenë namaz ekstra. E zakonisht as-salatu jami'a thirret për namazet e bajramit, thirret për namazet e nxënjes së diellit, nxënjes së hanës, namazin e kërkimit të shiut, thirret domethënë as-salatu jami'a, që i bjen namazi po ju thirr të bashkoheni ose bashkoheni për namaz. Dhe thot Fatima binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, e dëgjova këtë thirrje edhe më një herë dola për me shku në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë thot e falëm një namaz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe unë thot isha në safat e grave, në safin e parë të grave. Sepse në atë kohë pra burrat rëndit në pjesën e parë të xhamisë, ndërsa gratë në pjesën e fundit të xhamisë. Dhe më një herë thot masi që e krytëm namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot hypin minber dhe ul dhe e pam që ish duke buzqesh. E pam fytyrën e tij që po buzqesh. Edhe na tha lielzem kullu insanin musalla. Tha letrin secili në vendin e vet ku u fal. Do thot mos u largoni. Tha atadruna lima jama'tukum? A dini pse ju kum thirr me u bashku, do me ju të bu? Thanë Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Dhe vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala rahbatin. Tha pasha Allahun nuk ju kam të bu as për naj përgëzimi me ja u dhon që më ka ardhur, por as për naj me u lajmëru për naj raste të frikës, për naj luftë apo diçka. Walakin jama'tukum li'anna Tamiman ad-Dariya kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslam. Mirë po thot ju kom të bu për rastin e Tamim Dariut, i cili ka qenë i krishter dhe ka ardhur, na ka dhënë besën dhe është bën musliman. Wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masih ad-Dajjal. E thot ma ka tregu një hadith, ma ka tregu një ngjarje e cila përputhet me ngjarje që ja u kam tregu unë më herët rreth Mesihut Dajjal. Dhe pastaj rrethën do thot ngjarjen që ja ka tregu Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe kjo e spikat do thot atë rëndësinë e ngjarjes në fjalë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tubu muslimant për këtë punë. Nuk ka prit me ardhe xumaja, nuk ka prit që me ardhe namazi i radhës, mirë po i ka tubu enkas. Vetëm për me ja u tregu rëndësinë e këtij mesazhi, pra mesazhi të Mesihut Dajjal. E tregon thot Tamim Dariu radhiyallahu ta'ala anhu, sa ka qenë në gjahiljetin e tij, pra në fenë e krishter, së bashku me 30 burra të tjerë e kishin marrë një udhtim në det. Kanë qenë nga fisi Lakhm edhe Gjudham dhe për 30 ditë radhazi nuk kanë mujtë me zbarku në tokë. Dhe 30 ditë radhazi do thotë erat e ndryshme edhe valët e detit i kanë qu heranej, sa që s'kan arrit me zbarku
kërku në tokë. Derisa mas 30 dite me namaz, do thot realisht me perëndim të diellit, i ka qu era tek një ishull i vogël. E kur kanë arrit afër bregdetit të ishullit, e kanë nal anijen e madhe, edhe kanë zbrit në varkat, ato anijet e vogla që zakonisht në atë kohë, çdo anije e madhe ka pas ato varkat e vogla, dhe kanë hyrë në ta, dhe me to kanë vazhdu rrugën deri në bregdetin e atij ishulli. Me të arritur në bregdet, janë habit nga një gjë që e kanë pa. Kanë hast në një kafsh, në një krijesë, e cila ka qenë e mbushur përplot çime. Ka pas shumë, ka qenë leshatuke. Deri në atë masë që s'kan mujt me ditë ka kokën e ka bishtin, pjesën e mbrapme të saj. Dhe kur e kanë pa ashtu, ju kanë drejtu, i kanë thënë wejleki ma enti. Nuk do të thotë që këta kanë ditë se ajo fol, mirë po, a ke pa njëri kur shet diçka çuditshme, ka njëherë fol diçka, edhe pse nuk i drejtohet ndoshta drejt për drejt asaj gjaja. Ai kanë thënë, mirë, për çka je ti? Çka o ky sen? Edhe ajo ju ka përgjigj, ka fol, do thotë me ta. E ka thënë, enel gjessase. Ka thënë, unë jam gjessasja. El gjessase, fjala gjessase, do thotë kuptimisht, i bjen shpiune. Gjessese ju, gjessisu, i bjen me shpionu. E kjo e ka quajt vetin el gjessase, disa pe komentuesve kanë thënë, për faktin se ajo i ka qu lajme ati personit që tash do t'ja prezenton Temim Dariut dhe shokëve të tij. E këta kanë pyet, kanë thënë mel gjessase, çka o gjessasja, se kanë ditë. Edhe ajo ka kthy, ka thënë ayyuhal qaum intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Ka thënë, o ju popull, o burra, o njerëz, shkoni në qatë faltoren, është një person, një njeri, edhe ajo është shumë i përmallum për lajmet e juja, shumë i përmallum për fjalët e juja. Dhe thot Temim Dari, kur e dëgjum që po thot në qatë faltore është një njeri, në formën që ju ka qas, ja u ka shti tutën. Se ju ka drejtu sikur se kjo mos më kon njeri. A me njëherë këta kanë fillu më tut, se kanë thënë, fillu me u frigu se mos është shejtane. Do më thënë, shejtane. Apo krijes pej krijesave të gjinëve. Edhe me dëgju këtë fjalë, thot Temim Dari, me njëherë duke nxitu u drejtum ka ajo faltore, e cila ka qenë, do thot, në formën e faltores së të krishterëve. Kemi hyrë thot mrena dhe momentin e parë, do thot, që kena hyrë, na ka dalë parasysh një person gjigant. Thot, kur më herët s'kena pa njëri çaq të madh, i cili thot ka qenë i prangosun me pranga, durët e tij të lidhura në qafë, edhe këmbët e tij prej gjurit deri tek zogu i kamës, i ka pas me pranga, do thot me zinxhir. E kur e kemi pa në këtë gjendje, me njëherë kemi pyeti, kemi thënë, wejleke ma ente, mjerë, çka je ti? Çka o gjendja jote? E thot në ka kthy, në ka thënë, qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Thot, ju keni me marrë lajmin tem, ama të regonëm fillimisht se kush jeni ju. E këta fillojnë me i të regu, thënë, na jena njerëz arab, kena hyp në nije, në det, edhe do të deti disa dit në ka bajt, do më hënë me val, deri sa mas 30 dite, në ka prunë këtë ishull, kemi zbrit kështu, e kemi taku një kafsh, e kemi pyet, do më nja kalzojnë në gjarën deri të qysh kanë ardhë brenda edhe në taku me ta drejt për drejt. E pyetja radhës që ja ka bë, ka qenë
do thotë i ka pas pyetje të drejtë për drejta. Ka thënë, akhbiruni an nakhli Bejsan. Kallëzonum në i lajmë rreth hurmave të Bejsanit. Rreth hurmave të Bejsanit. Bejsani do thotë është një qytet në Jordan, ka qenë në Jordan më herët, tash është brenda territorit të Palestinës, është shumë afër në kufi do thotë me Jordanin, dhe e kanë pyetur, kanë thënë an ayi sha'niha tastakhbir. Për çka ki fjalën më detajisht? Çka po të intereson rreth hurmave të Bejsanit? Ka thënë es'alukum an nakhliha hal yuthmir. Po du me ditë rreth trupave të hurmave që janë aty, a qesin hala fruta? E kanë thënë po. Ka thënë amma innehu yushiku an la tuthmir. E thot dijeni që shumë shpejt ka me ardhur dita që nuk ka me bë më fruta. Ka thënë akhbiruni, pyetja radhës pastaj, akhbiruni an buhajrati Tabariya. Ka thënë kallëzonëm edhe rreth liçenit të Tabarijes. Liçeni i Tabarijes tash do të thotë ndodhet në pjesën e sipërme të Palestinës, edhe është do në kufi mes Palestinës edhe Sirisë së sotme. Nuk është larg Damaskut, mes Palestinës edhe Sirisë së sotme. Kush hyn në harta, mundet me pa në pjesën e sipërme të Palestinës, është një farë liçeni jo i vogël, pak sa i madh, ka pyet do thot për këtë lum. Tash e quajnë deti i Galileos, diçka me këtë emër. Po ajo është realisht liçeni i Tabarijës. Dhe ka thënë an ayi sha'niha tastakhbir. Çka po don me ditë më detajisht rreth liçenit të Tabarijës? Ka thënë hal fiha ma, a ka hala ujë në këtë liçen? Ka thënë hiya kathiratul ma. Sot, ka thënë ka ujë të bollëkshëm, shumë ka ujë. Dhe ka kthy, ka thënë amma innama aha yushiku an yadhhab. Ama ka thënë dine se uji i saj shumë shpejt ka më harxhu, ka më met pa ujë. Pastaj ka bënë një pyetje tjetër. Ka thënë akhbiruni an ayni zughar. Tregonëm rreth burimit zughar, do të burimit të ujit zughar. Ka thënë çka po don me ditë më shumë rreth ti? Hal fil ayni ma, a ka la ujë ky burim? Edhe banorët e asaj krahine a shfrytëzojnë hala kët ujë që don për arat e tyre, mi ujit arat e tyre? Kanë thënë po, ka shumë ujë ky burim, edhe banorët hala përdorin do thot për ujitjen e arave të tyre. Do burimi zughar ky ndodhet tash është brenda territorit të Jordanit, në fund domethënë të Palestinës. Se Palestina dihet e ka hartën si gjatë tash më ditë sot më këtë kanë mësu hartën e Palestinës, elhamdulillah. Në fund të hartës së Palestinës ka pjesa e Jordanit, është një farë hapësine, aty ndodhet burimi zughar, edhe ka për rreth domethënë ara të ndryshme dhe bimësi të ndryshme. Pas gjitha këtyre pyetjeve, domethënë për vendet gjeografike që u ka bë, se këta në fillim do thotë çka ju paraqiten jemi njerëz arab. Edhe ky ka pyet për vendet arabe, që to vendet e caktuara që këta mundin me njoft. Pastaj pyetja e radhës që u ka bë ka qenë edhe më konkrete. Ka thënë akhbiruni an nabiyil ummiyyin ma fa'al. Kur i ka një domethënë gjitha këto shenja, e ka ditë që ka ardhur pejgamberi i kushtimisht analfabetëve. Ka thënë tregomni rreth pejgamberit të analfabetëve, çka puna tina, çka është i bë. Arabët i kanë quajtur analfabet, ummiyin, për shkak se shumica atyre nuk kanë ditë shkrim e lexim. Ama kjo nuk do të thotë që kanë qenë të varfër për nga gjuha. Përkundrazi, dihet që arabët kanë qenë
shumë të aftë në oratori. Pse s'kan ditë shkrim e lexim? Ama në oratori kanë qenë shumë të aftë. Se nuk është të thënë në patjetër me ditë shkrim e lexim. Ata veç me një dëgjume janë kënë gjendje me ta majtë ty përmend që me ta mësu komplet fjalimin nëse një orë ki fol. Veç me dëgjume. Do thotë s'kan pas nevojë për shkrim edhe lexim. Edhe krahas kësaj kanë qenë shumë të aftë në oratori. Dhe këta ju kanë përgjigj, kanë thënë qad kharaja min Mekka wa nazala Yathrib. Thënë pejgamberi që po pyet për ta, ka dalë u shpërngul pej Mekës, ka shku në Yathrib. E qatalahu al-arab, a kanë luftu arabët enda apo jo? Ka ditë do thotë që arabët kanë me luftu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. E kanë thënë po. Kejfe sana'a bihim, çka ka bo me ta? Kanë tregu do thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka luftu me ta, ka triumfu, edhe fiset arabeve që ju kanë nënshtru. E atëherë ju ka thënë, qad kana dhalik, a për i me ka arë puna dhe qëtu? Po, i kanë thënë. Mas i ka marrë gjitha qëto informata, tash ka njësë me au të regu, me au prezentu vetën e tënve, vetën e vetë. E ka thënë, amma inne dhalike khejrun lehum en yuti'uhu. Ka thënë, për fiset arabe, ma mirë është që ju kanë nënshtru. Wa inni mukhbirukum anni. Unë për ju të regoj për vetën time, inni anel Mesih. Ka thënë, unë jam Mesihu. Ose me një transmetim tjetër të muslimi, thotë, unë jam dëgjalli. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Thotë, shumë afër mu ka afru koha momenti kur ka më dhënë leja me dal haptazi. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. Thot, kam e dal haptazin e për tokë, edhe kam e shëtit gjithë tokën brenda 40 dite. Brenda 40 dite, thot, nuk kam e lënë vendbanim vetë se kam e hynë ta. Përveç Mekës dhe Tajbës. Tajbja është Medinja. Thot, fahuma muharramatani alej, kiltahuma. Sepse thot ato dyja janë të ndaluara për mu. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi as-sayf saltan. Thot, sa herë që kam e përvu me hinë për to, do thot në Mekë apo në Medinë, thot pret një melek me shpat të nxarur pe këllafit në dorë dhe nuk lan pengon që me hynë në to. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Thot në çdo rrugë e rrugic të tyre, Mekës e Medinës, thot ka nga një melek që e run atë rrugë mos me hy askush. Edhe kur arrin këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ka qenë i ulur në mimberin e tij me atfar shkopin dohen që ka pas në dorë, i kam shu tokës, ka thënë hadhihi tayyiba, hadhihi tayyiba, hadhihi tayyiba. Dohen për Medinën, ka thënë kjo është Tajbja, kjo është Tajbja, kjo është Tajbja. Për Medinën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E me një transmetim tjetër përmendet se i ka thënë inna Tajbatan al-Madina. Ka thënë Tajbja që përmend, e ka përmend Temim Dariu, anë është Medinja. Inna Allah harrama harami ala ad-dajjal an yadkhulaha. Thot Allah azza wa jall haremin tim, pra Medinën, ja ka bo haram dëgjallit që me hy brenda. Thot walladhi la ilaha illa hu, ma laha tariqun dayiqun wala wasi'un fi sahlin wala fi jabal illa alayhi malakun shahirun bis-sayfi ila yawm al-qiyamah. Thot pasha ato që nuk ka zot tjetër që adhurohet përveç tij. Nuk ka rrugë, qoftë e ngushtë apo e gjerë, në rrafshin apo në kodra, përveç se është aty një melek i cili e run me shpat Medinën deri në ditën e Kiametit. Do thot, ky është një realitet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu sa ka qenë gjallë në kohën e tij. E deri në ditën e Kiametit, melekët e ruajnë Medinën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me shpata në dorë. Sepse as ato nuk e din
kur tamam del Dejjalli. Ama kur të vjen, janë të gatshme aty. Do të ma yastati'u ad-Dajjalu an yadkhulaha ala ahliha. Do të Dejjalli kur nuk arrin me depërtu edhe me hy tek banorët e saj. Kjo është një prej vlerave të Medinës të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe lum ata domethënë që ja u mundson Allahu azza wa jall me jetun Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sepse na nuk e dina kur del Dejjalli. Edhe kjo është një prej sebepeve edhe shkaqeve për me rujt veten prej Dejjallit. Kush hyn në Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-Medinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, për disa popull që ka treguar se në akhir zaman do të largohen prej Medinës. Ka thënë el-Medinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Thënë Medinja është më mirë për ta sikur ta dinin. Medinja është më mirë për ta sikur ta dinin. Andaj nuk ndrohet Medinja për vendbanime tjera. Nuk ndrohet do thot me vendbanime tjera. Ai i cili i mundsohet me shku aty dhe me jetu nuk ndrohet me diçka tjetër. Por ajo çka është e rëndësishme këtu është imani i njerit. Sepse munafikat as Medinja sunin bra. Është hadithi tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që kur të vjen Dejjalli afër Medinës, do të nalet të hyrjet e saj, të një kodër e Medinës, edhe do ta godas tokën. Kanë menduar Medinë 3 dridhje. Do thon tërmete. Edhe nga frika e tërmetit kanë muçu munafiqët që në Medinë me dal prej saj. Munafiqët veç përktheje don me bidat gjitë sotit. Von çata janë munafiqët. Dhe kanë me dal prej saj. Edhe kanë me kur dalin tani i përfshin sprova e fitneja e Dejjallit. Mirë po benefiti i Medinës është për njerëzit e sunetit, për besimtarët. Sepse kur të janë në Medinë, Dejjalli s'un hyn. Ndërsa më kon jashtë Medinës ose jashtë Mekës, kanë mu ballafaçu me Dejjallin. Do thotë kanë mu sprovu me Dejjallin. Ndërsa kur janë në Medinë, kanë me shpëtun nga sprova e Dejjallit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju drejtu sahabët që ishin do thotë në xhami, edhe i tha ala hal kuntu haddathtukum dhalik? Do të kallzomeni a jau kum kallzu un më herët këto ndodhije, këto ngjarje, këto sene? Ata i thanë po ja Rasulullah. Thot fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa anni al-Madinati wa Makkah. Thot mu pëlqeu ngjarja që rrefeu Tamim Dariu radhiyallahu ta'ala anhu, e cila u përputh me ato që ja u kom tregu më herët për Medinën e Mekën, në raport me Dejjallin. Ala innahu fi bahri ash-Shami aw bahri al-Yaman. Thot ai pra Dejjalli është në detin e Shamit ose të Jemenit. Është fjala për detin e Kuq dhe është fjala për atë pjesën që është më afër Shamit ose më afër Jemenit. Për këtë ka qenë fjala. E këtë e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për faktin se Tamim Dariu, i cili ishte nga Palestina, e që Palestina ka një dalje në detin e Kuq, tregoi Tamim Dariu se kanë qenë deti edhe valti kanë qumë një ishull, dhe ja mori mendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në bazë të tregimit të Tamim Dariut, ishulli që këta kanë taku Dejjallin është diku në detin e Kuq, ka ana e Shamit ose ka ana e Jemenit poshtë. Ama në bazë të transmetimit do thotë që u përmend dhe tekstit, kuptohet që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ato momente i ka ardhur shpallje diçka. Dhe ju ka thënë la bel min qibal al-mashriqi ma hu. Mos ja ka thënë që është në këto dy pjesë të detit, ose këne, po duket që i ka ardhur shpallje. Dhe i ka ardhur lajmi që nuk është Dejjalli në këtë pjesë. Dhe ka thënë jo, përkundrazi,
ajo është në anën e lindjes. Apet ka thënë min qibel il mashriq ma hu. Jo, ajo është në anën e lindjes, min qibel il mashriq ma hu, jo, ajo është në anën e lindjes. E ka bo me dorë ka lindja. Edhe pastaj vinë, domethënë, disa transmetime tjera që mbështesin këtë për vend ndodhjen e Dejjallit, se do thotë në bazë të rrjedhës së hadithit kuptohet që pejgamberi sa i ka ardhur ato momente shpalla i ka treguar Xhibril që nuk është aty u kon më herët, e tash është diku ka ana e lindjes. Në transmetime tjera përmendet që pejgamberi sa ka treguar pastaj se Dejjalli do të del nga vendi Khorasan. Nga vendi Khorasan. Me një transmetim tjetër më saktë përmendet që Dejjalli do të dalë nga jehudet e Khorasanit. Domethënë, Khorasani është në Iran tash. Në ku është Irani i sotëm, edhe atje, edhe në kohën e çlirimit masi ka ndodhur, ka qenë një vend banim ku kanë jetu jahudit, kanë qenë në Pakic, por do të rriten edhe prej mesit të nëve do të dalë Dejjalli. Do më thënë prej lindjes tash ku është Irani i sotëm, e nuk është doan shumë larg mendsh, pasi që doan Irani është i mbushur me Shia, me Rafidhi, të cilët janë në besimin e tyre dhe në fenë e tyre janë më të devijuar se vetë krishterët e jahudit. Janë më të devijuar se krishterët edhe jahudit. Edhe ata nuk e kanë problematike me aqel derën jahudive, sikur se që nuk e kanë pas problematike hanëdon për gjatë historisë, veç ato ngjarje që apo ndodhin sot janë vetëm politika edhe lojna me i mashtru njerëzit. Ama atje do thotë vazhdojnë jahudit me pas rranjen e tyre, nuk e lëshojnë atë vend, sepse e din që Mesihu i tyre ka me dalë prej çatje edhe e presin domethënë me padurim. Pra kjo ka qenë ndodhia që Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ja ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu spikatët domethënë sprova e Mesihut Dejjal. Edhe kur flitet për kësi gjana, i gjem njerëzit zakonisht që më shumë interesohen për çdo detajet interesante. Kur pas ka me dalë, qysh ka me dalë, për cilit vend, e shka bënë, tek bënë, qysh e qyshu doke, që si sarë. Ama këto janë të parëndësishme. Duke ati është të rëndësishme veç dy gjane janë të rëndësishme të duke ati. Ato që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka tregu sahabët. Ka thënë, Zoti juaj nuk është a'war, ndërsa Dejjalli ka thënë është a'war. A'war i thënë njeriut që është i verbër në njërin sy. Dhe kjo është domethënë shaja e parë që musliman duhet me pas parasysh, duhet me ju interesu tek personaliteti i Dejjallit. Se Dejjalli është a'war, njërin sy, e ka dalën, edhe e ka të tharë, sikur se kokra e rrushit. E sheh vetëm me njërin sy. E para. E dyta, ka thënë në ballin e tij do të jetë e shkruar kafir, të cilin do të arrijë ta lexojë çdo kush që din apo nuk din shkrim e lexim. Din apo s'din, ka me lexu në ballin e tij kafir. E ka me dallu. Këto dy sare interesojnë, duhet me interesu musliman. E parë. Edhe dyta, duhet me interesu muslimanit mënyra qysh me shpëtu për i kësaj sprove. Neve më shumë na vlon kureshtja me i ditë qëto detajet historike, me i ditë qëto detajet e kur ka me dale, qysh ka me dale, pas ka me bo këtë, se sa që na intereson me e ditë qysh më mbrojt për ti. Se cilën e ta pyet veten, a dini duan që thuhet në fund të namazit për kërkim mbrojtje për Dejjallit. Edhe sa herë thuni në namazet e juja. Tavusi rahimahullah
Ka një ditë djalin e vet duke fal namaz. Edhe e ka përcjell në fund namazit e ka pa që nuk thot duan e cila përmban kërkim mbrojtjen prej dëxhallit. E mas namazit e ka pyeti, ka thënë: "O biri im, a se lexove këtë dua?" Thënë: "Jo." Ja ka thënë: "Çu përsërit namazin. Falë një herë, edhe lexoje duan. Jo që mos më thënë këtë dua prishet namazi." Po për shkak të rëndësisë së saj, është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht e ka thënë, nuk lihet, s'pal muslimani me lë. Sepse kjo është një prej shkaqeve dhe mënyrave qysh na mobilizohemi për kundra sprovës së dëxhallit. Sepse ne nuk e dim asnjëri prej neve, sidomos na çka po jetojmë këtë kohë. Nuk e dim a kena me mri apo jo sprovën e dëxhallit. Ama çush po jetojmë këtë kohë, me ndodhit që po i përjetojmë, është shumë frikohemi se ka mundësi neve na mrin ajo sprovë. Na mrin ajo fitnë. Do të thonë tash pishihni politikat çka janë ty bo, çka edhe përngjajnë shumë me ato çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend në akhir zaman. Që peshavet të kiametit, peshavet që afrohet dhe ndalja dëxhallit, çka vrasje të shumta. Ku njeriu el-harj, vrasje të shumta. Ku njeriu do thotë, ai që vret nuk e din pse po vret, ai që vritet nuk e din pse po vritet. Do thonë, kjo është duke ndodhur sot. Në çdo ditë lexojmë lajme, ka 50, 60, 100, 200 vritën fëmijë, gra. Çka din fëmia, domethënë, çka ka fëmia? Pse po vritet? Ku e din fëmia pse po vrasin? Edhe ata të rriturit atje, ata se din pse po vriten. Bjen, domethënë, raketa, bjen bomba edhe i myt njerëzit ty flajt, i myt njerëzit ty hangër bukë, i myt njerëzit duke lexuar Kur'an, duke u fal. Nuk e din pse ju ardh kjo. Edhe ai tjetër atje veç e prek pullën, nuk e din pse është i myt këta, veç e kanë thënë gjuje ti raketën. Nuk të intereson pse. Andaj është, domethënë, kohë e frikshme. Edhe shumë duhet me u frigu që mos neve po na mrin kjo sprovë. E sa jemi të përgatitur për këtë? Më kënë qatë kureshtit që e kemi për me ngu detajet e rasteve të dëxhallit, me pas qatë kureshtit me harxhu për me mësu duan që kërkon mbrojtje prej dëxhallit, ose me mësu ajetet e surës Kehf që kanë ardhur për mbrojtje të dëxhallit, ose me i lexuar ato ajete. Atëherë na kishim qenë shumë më të mbrojtur prej kësaj fitne. Ama secili le ta pyet veten se a e din fillimisht duan, edhe pastaj sa herë thot në namazin e tij. E kjo do të thonë është çka duhet me i interesu muslimanëve. Duhet me ju interesu muslimanëve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë gjë nuk i ka tregu se koti, por i ka tregu që me ju arrit dobia muslimanëve. Dhe ata që janë jashta kufive të Mekës dhe Medinës, si dy vende që nuk mundet me hyrë të dëxhalli, ata domethënë janë edhe më të rrezikuar dhe të ekspozuar nga fitna e dëxhallit. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend që njeriu ka muçu duke pas shumë vetbesim në imanin e tij, e ka muçu me shku me këqyr dëxhallit nga kureshtja, edhe ka mu këthy si ndjekës e pasues i tij. Në fillim ka më menu që unë kam iman, unë jam i fort, sa Kur'anin e lexoje, sa bëje, sa dhikrin, ama çka? Ato i ka këtë me xehel. I ka këtë me xehel se nuk është duke e respektu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se suneti na mëson që mos me ekspozu veten ndaj fitnes. Mos me ekspozu veten ndaj fitnes. Dhe qohët pe kureshtjes, shkoj po thënë që ka dalë dëxhalli, ka ardhur në Kosovë. Ka më ardhur këtë, domethënë në Prizren, në Prishtinë, në Sohareke, këtë ka më ardhur. Pe shtëpisë, po thonë që ka ardhur dëxhalli, bashkë po të më shku me këqyr. Shumë po më intereson, a pishkun në ball çafera jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka thënë çu nuk shkoni vërtetone. Vetë si të nin që
po sillet një farlajmi se Dejjalli ka dalë, e udhës është me gjujt atë telefon nëse ka teknik në atë kohë. E nëse një ndikosh që po të thotë se ka dalë Dejjalli edhe ka ardhur në pari, mshile derën, çitja çelsin, rrin në shtëpi, bën dua që Allah Azza wa Jall më të rujt për provës ti. Dhe që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu ka mu detyru antarët e shtëpisë ti pe grave e fëmijëve mi lidh në shtëpi, që mos mu çu me dal. Se i kap kurreshtja njerëzit. Mole mu çu takçyri. Dhe ato që kanë me dështu mas shumëti, ditë sotit janë ato që secili ta përvon veten. Secili ta përvon veten. Kur të nin sa po të shtym ti kurreshtja ose sa po mundesh me nal veten me ngu videot e tyli çfarë bidatxhis. Del aty sugjerim në telefon ose dikush e ka qitë me një status o ti e shë filon hoxhe bidatxhi. A thot, hajtë me ta këshu shaka than, edhe e qel. Dohën nëse jetë qështu, atëre dje që ti këmë kënë qaj që keme dalë pe shpis, me shku me thënë, hajtë me ta këqyri synin që shë e ka përshku pe jasëm qështu, po të shkoj ta këqyri, ose t'ja këqyri api shkën qafin, ose ta këqyri kush penjik, ose t'ja shoh ato farë mrekullit e tine që pi ban, ti këmë kënë qaj. Nëse si në gjenje, dhe më thënë, me nal vetën një klikim thjesht, për çka? Për një diçka shumë ma thjesht, me nal vetën, dije që s'kime mujtë me nal vetën pas provës Dejjallit. Kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt. E një duhet, me mësu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se suneti nuk është vetëm mjekra, pantollat e dukja, mënyra që shfalët. Suneti është majgjan. Suneti është edeb. Suneti është moral. E për moralit muslimanit është aty kur nish që ka fitnë mos me shku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositë sahabët, kur vjen ku fitnë, ka thënë edhe kape domethënë me dhom atfar murin e shtëpisë, derën e shtëpisë, pemën e shtëpisë me dhom kape mos dil në për fitnë. Merri delet, shkon mal, jeton mal, veç mos e ekspozo veten ndaj fitnave. Çka është suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me ekspozo veten ndaj fitnë. Ajo është gabim. E lebo do më thënë që ulemaja kanë përmend për me transmetime të sakta do për ulemaja të ehlu sunetit që i gjenë në librat e sunetit që kanë tregu do të thotë që ato farë shubohatet e bidatxhive kanë thënë në matrana se shubohatet e kujt? E Dejjallit. Qotë muslimanin ditë sotit pa kur fargajle se nuk e ndjen të rëndësishëm imanin e tij. Si do këtë rëndësishëm imani i tij, edhe ekspozon tak qel video, qel foto, të lëshfa postimi, të lëshfa video, pse se nuk ndjen që imani i tij ka vlerë. Nuk e din që për një klikim mundet me hup imanin e tij, mundet me hup rrugën e sunetit. Edhe ekspozon ndaj fitnë, ndaj bidatxhive, pa kur fal problem. Dije që nëse vazhdon me këtë rrugë, ti ke më konë për atyre që kanë me dalë me rreshu plaka para Dejjallit. Andaj, njëri do të me pas kujdes këtë sen. Jo më pas sikur ata njerëz që a ke pa në ditë sotit qohën edhe i fajsojnë qafirat kur shohim në përjetës sociale se në filën veni, në filën shtetit perëndimit, u çu në qafere ka marrë, ka djegë Kur'anin. E ka shtiflakën, e ka përdhos. Edhe tash mole në për komente, në për muhabete, në për naja, Allahi shkatrofte, atë zoti qafën ja, të shfa mallkimi. Edhe ata vetë që janë atje, ishe a njoni u çu, mule u munu me shkel me kërë, a tjetëri ka sha, a tjetëri s'di që i ka bo. A menojnë me qëta që që këna bo në, këna bo gjihad të madhë. Ti në raj e ki prish punën e gjihadit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit që la yusafaru bil Kur'ani au bil mushafi ila ardhil adu.
nuk udhtohet me Kur'an ose me mushaf në tokën e armikut, në tokën e qafirave. S'merret Kur'ani me vete me shku në tokën e qafirave. Edhe ai zotnia që vetë ka marrë Kur'anin, edhe shkon atje edhe pretendon që na kena shkuar, po bojna davet atje, u ka ardhur sot në xhami, një qafiresh ose një qafir, po u bë musliman, e ka thënë shahadetin mesin, u bravo i koftë hoxhallarëve që janë atje, diçka, ju doket që pale çka janë ty bë. A në sens të jetë ty bë gabim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mos e ço Kur'anin tokën e armikut, se pastaj përdhoset. Edhe çaj që për merr atje për djeg, për përdhos, për gjun, për bën, ti ki faje që e ki qua atje Kur'anin. Ti ki faje domethënë që e ki ekspozu fenë Allahut azza xal, fjalën e Allahut fuqiplot te njerëzit e tillë. Edhe në sens ti ki faje që ki shkuar në ato vende, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar me shkuar në ato vende. Edhe ta ka gjujt poshtë me namazin tonë, me ibadetin tonë, me Kur'anin që e lexon, me dhikrin që e bën, me davetin që e bën, kreta ti ka gjujt poshtë. Se ka thënë që vepra që bëhet atje nuk pranohet. Është e shkatruar. E gjysh po don pastaj ti me llogarit veten që unë jam kështu, unë po bëjna kështu atje, po bëjna falem kështu. Kjo gabim. Njëri duhet të më qyt temelet mas pari. Ku pi ndërton, se nëse ndërton shtëpinë tënde, diku ku ka fllëçtina, shko atje, domethënë ku është vani ku mlidhen mbeturina, të marrë shtëpinë çatje, të kallëzoj çush jeton në atë shtëpi. Dukat kret veshë shtëpinë, son jeton një orë. Për shkak të erës së fllëçt që vjen atje. Temelet ndërtoi aty ku duhet. Pastaj nëse ki shtëpinë e vogël, modeste, nuk prish po. Kryesor ki shtëpi, mundesh me jetun to. Ama nëse i ndërton temelet e tua në vend të fllëçt, pastaj sun jeton to. Nuk mundesh me jetu. Edhe nëse jeton, dikush tjetër s'ta ka lakmi. Prandaj, muslimani duhet me pas parasysh këtë gjë, që temelet duhet me ndërtu mirë, mas pari. Pastaj vazhdon matutje me ndërtu gjëra të tjera. Andaj ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos me ekspozu veten ndaj fitneve. E këto mësoni, nëse doni dikush me trajnu veten, familjen e juaj prej tashtit, për mos me ranë sprovën e dëgjallit, të me nis prej tashtit. Me nis prej tashtit, me këqyr çka lexon, çka shikon, çka ndjek, me pas kujdes. Se pastaj dështon domethënë në momentet kur të vynet mas shumti me qenë stabil. Tamim Dari radhiyallahu ta'ala anhu e transmeton një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në cilin pejgamberi alayhi salam i ka përgëzuar muslimanët për hapjen e islamit. E ka thënë la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. Thënë, kjo fe ka me mri atje ku mri nata edhe dita. Dhe Allah azza wa jall s'ka me lënë as katun e as qytet për pa shtëpi për pa fut këtë fe në ato vende. بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. Thot me krenari të njerit krenar apo me poshtrim të njerit të poshtruar. Krenari që me të cilën Allah azza wa jall e forcon islamin dhe poshtrim me të cilën Allah azza wa jall e poshtron kufrin. Thot Tamim Dari radhiyallahu ta'ala anhu, qad araftu dhalika fi ahli bayti. Do të thonë që realitet këtij hadithit e kum përjetuar në njerëzit e mi. Thot laqad asaba man aslama minhum al-khair wash-sharaf wal-'izz. Thot ata të cilët janë bën musliman, thot i ka kap khajri, nderi dhe krenaria.
ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. Ndërsa ata të cilët kanë vazhduar me në kufrin e tyre I ka kap poshtrimi, nënçmimi edhe gjizja. Taksa. Pra, Tamim ad-Dari ju ka tregu dohen që e ka përjetu këtë hadith. Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu ka qenë do thotë pej pastaj Islami I tij është përmirësu, ka qenë pej burrave të mirë deri në fund të jetës tij dhe përmendet do thotë që ka qenë ibadetxhi I madh, ka lexuar Kur'an shumë, ka qenë prej atyre që kanë bërë Kur'anin hatme çdo javë, në çdo 7 ditë e kanë bërë hatme Kur'anin. Tregon Mesruqi radiyallahu rahimahullah prej tabiinëve, thotë një person nga banorët e Mekës më pa të thënë hadha maqamu akhika Tamim ad-Dari. Për një vend aty, domethënë të në Qabe, te xhamia e Qabës, më pa thënë që ky vend këtu është vendi I vllaut tënd Tamim Dariut radiyallahu ta'ala anhu. Salla leylatan hatta asbaha aw kada yaqra ayatan yuraddiduha wa yabki. Do të në një prej netëve do të pata pa vet duke u fal gjatë natës e duke recitu vetëm një ajet, të cilin thotë e përsëriste dhe çante. Ka qenë ajeti am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati. Apo mendojnë ata të cilët I kanë shkel gjunahet edhe mëkatet se na kena me I bo njëtë sikur se ata që kanë besua dhe kanë bo vepra të mira. Apo mendojnë do thotë njerëzit të keqës, njerëzit që s'kan kufi, njerëzit që shpifin fenë Allahut azza wa jall, po mendojnë që kanë mubarazu me këta të cilët kanë besu edhe bëjnë vepra të mira, ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sakrifikojnë për fenë Allahut azza wa jall, apo mendojnë që kanë më kon njëta, jo te Allah azza wa jall, mundon më kon një. Allahu fuqiplot është I drejtë, nuk I barazon njerëzit e tillë. Nuk I barazon pra njerëzit e tillë. Ky ka qenë do thotë ndodhia e Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu dhe Islami I tij. Po përmendum vetëm edhe një prej delegacioneve tjera që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohe, ku ka ndodhur disa gjëra do thotë jo të hishme. Është fjala për delegacionin e fisit Banu Amir ibn Sa'sa'a, ku ata hala pa u bë musliman, I kanë çu dy persona në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amir ibn Tufail edhe Arbad ibn Qais. Këta kanë qenë do të thotë kryetarët e fisit, ama kanë qenë edhe shejtanët e fisit. Njerëz të prishën, njerëz të mallkuar. Nuk kanë pranuar më bë musliman. Kanë refuzuar vazhdimisht, ama për shkak të presionit të popullatës edhe njerëzve të fisit, kanë pranuar që me shkon në Medinë me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një për gjatë rrugës kanë bërë një farë marrëveshje. Amir ibn Tufail ka thënë këtij shokut vetë, ka thënë kur shkojnë atje, unë hikëshën muhabet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ti për mbrapa shfrytëzoj rastin kur të hutohet bjeri shpat, që ta e kem qafa dhe ta eliminojnë. Dhe shkojnë në Medinë, takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkojnë Amir ibn Tufail dhe I thot ja Muhammed khallani. O Muhammed, bënu mik me mu, shok me mu. Më bë, do të thënë Khalil, bënu shok I afërt me mu. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la wallahi hatta tu'mina billahi wahdahu la sharika lah. Thënë jo pasha Allahun derisa të besojsh që Allahu është I vetmi dhe nuk ka ortak. Kjo apeti ka thënë ja Muhammed khallani. Edhe mënu disa herë në këtë formë që me hutu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe Arbad ibn Qais për mrapa mira shpat.
Ama prit, e ka pa që ai s'po reagon kur gjë, s'po vepron kur gjë. Në fund ka thënë ja Muhammed, ma taj'alu li min in aslamtu. Çka ka për mua nëse unë bona musliman? Çka ka në benefit për mua nëse bona musliman? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, leka malil muslimin wa alayka ma alayhim. Ka thënë ty takon çfarë sa i takon muslimanëve tjerë, edhe e ki obligim çfarë sa e kanë obligim musliman tjerë. Dhe ky ka thënë am premton mu që ma lën mu emanet udhëhecinë e muslimanëve mas teje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë leysa dhalika lak wala li qaumik, ka thënë kjo është për ty, s'takon ty, as popullit ton, njerëzve tu. Sepse xhilafeti pra është kusht me qenë në Quraysh. Pastaj ka thënë ataj'alu li al-wabar wa lak al-madar. Ka thënë pra po më lën mu katunat e ti merrit qytetet. Jo, i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj kur i kanë këto fjalë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam refuzon, ju ka kthy me të keq. Ka thënë amma wallahi la amla anha alayka khaylan wa rijala. Ana po atë thot pasha Allahun kam ta mush Medinën kuaj e kalorës. Kuaj e kalorës. Do thot kam ardhur me ushtri për me ju luftu. Aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën një dua, thot Allahumma kfini Amir ibn al-Tufail wahdi bani Amir wa aghni al-islam an Amir. Wallah mjaftom, do thot ruajëm nga Amir ibn al-Tufail. Hiç ma qafe me një farë kuptimi, hiç ma qafe Amir ibn al-Tufailin dhe udhëzoje fisin Banu Amir dhe pavarësoje islamin nga Amiri. Do thot që mos ketë islami kur gjë nevojë për këtë njeri. Edhe kur e kryen këtë takim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dalin takohet tash me atë shokun e vet. I thot mirë o Arbad, çka pritje? Unë sa u mënova me hutu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ti pritje veç këqyëshe, as nuk mirëshe kur gjo, as si bishe shpat, as kur gjo heq, thot pasha Allahun mas sotit më kur s'ka më të tut. Kur heq, që ka shtu cia, kur s'ka më të tut. Dhe Arbad ja këtheni thot la taj'al alayhi. La ta'jal alayhi. Thot mos u gut, kada. Thot pasha Allahun. Sa herë që bojsha me nxerr shpatën mira, thot ti m'dilshe përpara. Sa herë domthon që nxjerrsa shpatën mira, thot ti veç m'dilshe përpara. E thot nuk mujsha me pa dikon tjetër përveç teje. Thot çysha me kap shpatën ty më tra. Dhe kunin Amir ibn al-Tufail habitet, çuditet se sipas perspektivës të Amir ibn al-Tufail, ky gjithë e ka pa vazhdimisht ka shokun e vet mrapa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O mënu me hutu çaj mira, a mos ka mujt. Po, kjo është mrekullia e Allahut azza wa jall, që ka dëshmë me mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A kështu që kthehen ndërën te fisi i tënve Banu Amir ibn Sa'sa'a dhe gjatë rrugës duke u kthy Amir ibn Tufailin, Allah azza wa jall ja çon një murtaj në qafën e tij. Ja çon një murtaj në qafën e tij, e detyrohet më nalte shtëpia e një gruaje të fisit Banu Salul, e cila ka qenë, do thot njerëzit s'kan fol mirë për atë shtëpi edhe për atë gru. Edhe i ka ardhur rënd shumë Amir ibn Tufailit që me met në shtëpinë e kësaj gruaje, saqë i ka thënë fisit vet, ka thënë o Banu Amir, apo më leni me dek sikur se devja në shtëpinë e një gruaje të fisit Banu Salul, do thot edhe rrugës po vdes, edhe te një shtëpi që s'ka nam të mirë. Edhe që ashtu vjen puna, vdes në atë vend Amr ibn Tufail, Allahu e malkoft. Pastaj Arbad ibn Qais e vazhdon rrugën e tij deri në fisin e vet, dhe kur arrin atje, ata e pyesin, thonë çka na ke sjell lajme? Dhe ky tregon, thot kur gjë hiç. Thot pasha Allahun, ai far Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot na pati thirr me adhuru një sen që me pasun e qëtash para vetis i kisha ra shpat.
Një gjahil, s'ka di çka me rajt popullin e vet, veç ja ka fut diçka. Edhe nuk kanë kalu një ditë e dy, veç se Allah Azza wa Jall ja bjen punën këtij Arbad ibn Qaisit me dal shkretinës ty e lyp, ty e njek devën e vet. Ik devja, ky del me lyp devën e vet, edhe gjatë rrugës ja çon Allah Azza wa Jall një rrufe edhe myt këta devën e tij i kall për zgjallë. Edhe kur ju ndodh kjo, fisi Banu Amir ibn Sa'sa e shohin domethënë që s'është puna mirë, pastaj e përgatitin një delegacion tjetër, mesin e tyre ka qenë Abdullah ibn Shakhir radhiyallahu ta'ala anhu, dhe e kanë çuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam delegacionin që më u tregu se na po bëmi musliman. Dhe kanë pranuar do thotë Islamin. Ama kur kanë shkuar atje si delegacion, kanë bënë një farë veprimi jo të hishëm. Kur mrinë atë e takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thënë anta waliyuna wa anta sayyiduna wa anta atwalu alejna wa anta afdaluna wa alejna fadlan wa anta al-jafnatu al-gharra. Ti je më i dashuri jon, ti je zotnia jon, ti je ai që ki do thot më i miri jon, ti je personi më i vlefshëm mesin ton edhe sekretno. Ti je ai që na ushqen dhe na mand gjallë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanal ka thënë qulu bi qawlikum wala yastajrannakum ash-shaytan. Fol një fjalë thjeshta. Fol një fjalë që din njeri me fol. E mos u bënu argat të shejtanit. Ja u ka tërheq vërejtjen për faktin se kanë filluar me boçka sikurse servilet. Servilet janë çka? Shërbëtor të shejtanit, argat të shejtanit. Për atë pejgamberi ju ka thënë la yastajrannakum ash-shaytan. Mos ju merr shejtani për argat me fol nëpërmjet gjuhës tuaj. Sepse njerëz duhet ulema e pasapë këtë hadith kanë nxjerr dobi të ndryshme, ndër të cilat kanë thënë se njerëz duhet me tepruar të folur. Nuk duhet me tepruar të folur. Jo me anis kur të fol, më mënu me fol me rima, më mënu me fol me fjalë të mëdha, me fjalë që njerëzit si dinë, si kuptojnë. Edhe me disa transmetime tjera pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit e tillë i ka krahasuar me lopën. Ka thënë mos ndodh me fol dikush sikurse me dradh gjuhën e tij sikurse çysh e dradh lopa. Lopa, a keni pa çysh han kur të han barin. Domethënë me guën e vet e rrotullon barin edhe e sjell, e çet guën jashtë. E ata që munohen bëjnë tekelluf, teprim në të folur, janë sikurse lopa që e sjellin guën sikurse lopa. Me fjalë të mëdha, me fjalë s'ke nevojë. Fole çato çka pendjen. Çite jashtë ato çka je ty e menu. S'ke nevojë me tepru. Zotëria me fjalë. Pastaj ke kujdes, domethënë në lavdrim të personit. Sepse lavdrimi i njerit në sy ajo është sikurse me verbu. Edhe nuk është kjo etike besimtarit me lavdru njerin në sy. Dhe këtë prandaj ja u ka tërheq vërejtën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kështu janë domethënë servilet, që në ditë sotit shohim plot. Mënohet më bë servil ndaj një institucioni, del poston në për rrjete sociale, filon institucioni kështu ashtu e doon të thur rrana aty, me fjalë që asaj vetë si din çka do të thënë. Bile tash në ditë sotit kush mosi po mundet me shkrujt fjalë të mëdha, pse? Se po hin këto fare inteligjenca artificiale, pja shkon katonar s'ka aty fjalimin çka po dal, apo i thot nrejshma çet fjalim, ajo inteligjencë artificiale, marrur me kompjuter, po t'ja nrejsh fjalimin, ki copy paste për çet anej, edhe pa lekatu i fjalë që as vetë se din çka të më thonë ato fjalë. Edhe poston, i doget vetja që ka bo palle çka. A nuk e din i shkreti që veç thjesht është duke u servilau. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit e tillë ka thujt çka argat të shejtanit.
Sikurse në transmetimin tjetër që e ka përmend Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu që janë selam ka thënë La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam fa inma ana Abdullah wa rasuluh. Ka thënë mos e teproni me më ngrit mu sikurse që kanë tepru të krishterët duke ngrit Isen të birin e Meryemës. Ka thënë unë jam thjesht Abdullah wa rasuluh. Unë jam robi Allahut e i dërguar i tij. Si jam kur gjoba shumë. Zotria, janë maj miri, janë tje, kështu. Njeri t'il duhet me kap një grusht dheja me t'ja gjyt ftyrës, me t'ja qarru syt. Apo në është më mi qarru syt e zemrës, që unë t'i qarroj syt e ballit. Unë e njoh vetën teme mas miri. S'ki nevojë ti më lavdu, kërkush hiç. E njoh vetën teme mas miri. Prandaj, do thot, kjo është qasja që duhet me pas muslimanët. Pra këto ishin dy nga ngjarjet ose dy nga delegacionet që ardhen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i sollën këto mesazhe, domethënë për njerëzit, këto mësime për muslimanët. Dhe na bënën të qartë, do thotë që njeri duhet të mëkon syçel. Mos më mashtru mas tyli far servili, mas tyli far baloshi, mas tyli far njeri që ndërshëta i zbukuron fjalët e tij, ama mbrapa tyre nuk ka kur gjë. Mahnitë njerëzit pej domethënë oratorisë së filanit, të fistekit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna min al-bayani la sihra. Ka thënë shumë pej oratorisë, ka thënë është sikur sihri. Fola, fjalë të mëdha, i rendit fjalë të nëreqa, ashtu. Njerëzit e shkret shkojnë mashtrohen. Ama nuk e qenë mrapa çfarë mesazhi po sjell. Çfarë impakti kanë fjalët e tij, çfarë ndikimi kanë fjalët e tij në mesin e njerëzve. Ato se interesojnë, po fol shumë fort, çfarë terma, çfarë. Kjo ka qenë taktike filozofëve. Nëse marr librat e filozofëve i lexon, sa më thënë, 10% mundesh me kuptu? 10% mundesh me kuptu. Librat e filozofëve. Pse? Madje ata vetë në për librat të tënve ka vende ku kanë pranuar, kanë thënë që na i përdorim terma të rënda edhe të veçantë vetëm që njerëzit mos më mujt me na kuptu mirë. Edhe përdorin terma të përgjithshëm që mas nena mi lën vetes hapësirë me dal mos më nxon ngusht. Ti thu po çysh bre ti ki thon çështu. Thot ti se s'ke kuptu, se këto fjalë kanë këtë kuptim. Në rregull. Çota tjetër i thot njëjtë, ja kthen ndryshe. Pse? Se lan çështu e lan mohabetin të përgjithshëm që ti mos më mujt me definu, mi thon, prit veç pak, a ban më kallzu, a je Eshari, a je Maturidi, a je Jahmi, a je Ikhwanc, a je tekfirc, a Khawarija, çka je? Çdo fjalë të tua aludojnë në Khawarij. Ja, thot si jam Khawarij, se vëllë ilan sanet shumë hapt. Nuk kallëzohet, domethënë preciz. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i ka sqaruar gjanat. Nuk kalon hapësirë për keqkuptime. Nuk kalon hapësirë për njerëzit me i deviju pastaj fjalë. Ama e ka tregu kush është, e ka tregu se çka duhet muslimani me pas parasysh. Këto ishin domethënë disa mësime, disa ndodhi prej sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na lutem Allahun azza wa jall që na mësoj të kemi dobi për këtyre fjalëve, na mësoj që të jetojmë me këto fjalë, na mësoj që të qesim praktik këto fjalë dhe na i fal, lutem Allahun azza wa jall për të na i fal mëkatet tona, ato që i bëm me dije pa dije, lutem atë na udhëzon rrugën e drejtë, lutem atë që në botën tjetër na ringjall me njerëz të mirë, na ringjall me grupën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, ulemat e umetit, të ahlus sunnetit. Lutem Allahun azza wa jall që na strehoj në xhenetin e tij, veçanërisht në firdausin e lartë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ila Allah.